Në shikim të parë duket se Maqedonia e Veriut po përjeton një fazë të konsolidimit të institucioneve demokratike dhe të harmonizimit të brendshëm politik. Megjithatë, pas kësaj fasade optimiste, vazhdon të shfaqet një realitet kompleks, i cili kërkon një vëmendje të kujdesshme dhe një lexim të nuancuar të zhvillimeve të fundit. Kjo është një periudhë ku maturia politike dhe pikuria diplomatike janë më të nevojshme se kurrë për të mbajtur balancën e brisht mes shumicës dhe bashkësive të tjera përbërëse të shtetit. Gjatë viteve të fundit, Maqedonia e Veriut ka treguar një përpjekje për të ruajtur stabilitetin ndëretnik, por këto përpjekje nuk janë përkthyer gjithnjë në barazi reale në terren. Retorika e bashkëjetesës dhe integrimit është më e pranishme në diskursin politik, por shpesh mbetet e kufizuar në deklarata, ndërsa në praktik strukturat vendimmarrëse dhe përfaqësimi institucional vazhdojnë të reflektojnë një disproporcion që nuk përputhet me realitetin demografik dhe kontributin historik të të gjitha komuniteteve. Përveç se pengesave politike të dukshme, ekzistojnë struktura të thella që minojnë çdo përpjekje për një rend të ri demokratik. Një ndërto është sistemi gjyqësor, i cili për dekade me radhë ka qenë në fokus të reformave të sponsorizuara nga partnerët ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, megjithse janë investuar fonde të konsiderueshme për të bërë drejtësinë vendore kompatible me standardet perëndimore. Në realitet, shumë nga këto përpjekje janë devijuar nga elita politike vendore që kanë synuar ta mbajnë sistemin gjyqësor nën kontroll. Në mënyrë të veçantë, vlen të theksohet praktika e rotacionit politik, që në vend se garantojnë pluralizëm institucional, është ndërruar në një instrument për të riinstaluar ndikimin mbi drejtësinë. Çdo qeveri e re nuk kufizohet vetëm me riformësinë formale, por shkon përtej, duke dirigjuar thellësisht sistemin gjyqësor nëpërmjet mekanizmave të fshehtë të ndikimit dhe ndërhyrjeve selektive. Shembulli më ilustrues është rasti i prokurorisë speciale, e cila nisi me ambicie për të luftuar korrupsionin në nivelit të lartë, por përfundoi duke u shkatëruar nga brenda përmes aferave të fabrikuara dhe korruptimit sistematik të figurave kyçe. Në propasken të këtij dështimi, qëndron një strukturë e përhershme oligarkike, e kamufluar mjeshtërisht me petkun e partive politike dhe retorikën e reformave. Nuk mund të anashkalohet as roli gjithnjë më problematik i gjykatës kushtetuese, e cila në raste të përsëritura është e instrumentalizuar politikisht për të legjitimuar vendime që përfshihen balancat e brendshme etnike, fetare dhe ndërshtetërore. Në vend që të shërbejë si gardiane e kushtetueshmërisë dhe si garantuese e barazisë mes qytetarëve, kjo gjykatë ka vepruar si katalizator për tensione të reja, duke interpretuar ligjin sipas vullnetit të mazhorancës dhe jo në funksion të bashkëjetesës së ndjeshme që kërkon vendi. Kjo qasje ka ngritur dyshime të thella në opinionin publik dhe ka minuar besimin në drejtësinë si një hallkë e pavarur e shtetit. Një tjetër pengesë madhore për një qasje të re në bashkëjetesë dhe për një integrim të sinqertë në strukturat euroatlantike është oligarkia e formuar gjatë 4 dekadave të fundit. Kjo klasë e konsoliduar politike dhe ekonomike ka ndërtuar një sistem të mbyllur që pengon çdo tentativë për reforma të mirëfillta shtetërore. Në vend të transformimit, kemi pasur vetëm adaptim sipërfaqësor, ku interesat private fshihen pas retorikës publike. Kjo oligarki, përmes ndikimit në ekonomi, media, religjon dhe siguri, e ruan me fanatizëm strukturën unitariste të shtetit, duke e përjetuar çdo hap drejt barazisë reale si kërcënim për privilegjet e saj. Në mënyrë subtile por të qëllimshme, kjo strukturë saboton balancat etnike, fetare dhe socioekonomike, duke e paraqitur çdo kërkesë për më shumë përfshirje si tendencë për destabilizim. Kështu pengesat për integrimin evropian nuk burojnë vetëm nga jashtë, por janë të brendshme, sistematike dhe të mirë organizuara. Është e rëndësishme që në këtë fazë të vendit, të gjitha palët politike të angazhohen në një reflektim të thellë rreth modelit të bashkëqeverisjes që ka funksionuar deri më tani. A ka ardhur koha që ky model të evoluojë nga një bashkëjetesë e toleruar drejt një partneriteti të sinqertë dhe funksional? A është momenti që vetë struktura e shtetit të rikonceptohet mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe jo mbi ruajtjen me çdo kusht të një status quo-je të padrejtë, sepse historia nuk fal stagnimin dhe brezat që vijnë do të gjykojnë mbi bazën e asaj çfarë u trashëguam e çfarë guxuam të ndryshojmë. Koha llogaridhënies ka trokitur. Është momenti për të ndërtuar një rend të ri politik, jo mbi themelet e frikës dhe kontrollit, por mbi besimin, drejtësinë dhe barazinë. Në këtë rrugtim, heshtja nuk është më neutralitet, është bashkëpjesëmarrje në dështim dhe kush hesh sot, s'mund ta thot nesër se s'dinte.